Drejtuesi politik I Partisë Demokratike në Tiranë, Belind Kolliçi, ka folur për shantazhet dhe intimidimin që po I bëhet drejtësisë nga kryebashkiaku I arrestuar I Tiranës, Erion Veliaj. Sipas Kolliçit, të gjitha mesazhet e tij apo goditjet vinë në prag të seancës që do të mbahet nga gjykata e lartë në 8 korrik. Kolliçi thekson se shpresa e fundit e Veliajt është që të lirohet nga gjykata e lartë, pra t'i zbutet masa e sigurisë arrest me burg, ndërkohë që nga ana tjetër kemi 12 akuza për 4 vepra të rënda penale ndaj kryebashkiakut. Është e qartë mesazhet e tij të fundit deri para datës së gjykatës së lartë dhe nga përgjimet që janë publikuar në media. Por shumë e rëndësishme është kjo, mos të harrojmë, në thelb problemi I tij është 8 korriku. Me sa kuptoj se ditën e martë e kam parë që ka vendosur gjykata e lartë dhe shpresa e tij e fundit është që të lirohet në gjykatë të lartë. Pra kur themi të lirohet është t'i zbutet masa, që të ketë mundësi të dalë nga qelia. Të gjitha këto janë forma presioni dhe shantazhi ndaj të vetëve, pra nuk ka lidhje me persona të tjerë, por është presion ndaj të vetëve për ta liruar. Të mos harrojmë që është I vetmi zyrtar që në 12 shkurt të këtij viti, 2 ditë pasi u arrestua, organizoi protestë të dhunshme para SPAK, ku janë linçuar, fyer, sharë prokurorët e SPAK dhe gjyqtarët e GKK-s. Pra ky individ të gjitha këto lëvizje po I bën në kuadër të vendimarrjes së fundit që është gjykata e lartë, ku logjika ta doqë me faktet penale, me korrupsionin e faktuar tashmë dhe me përgjimet që janë bërë në qeli, ku ai shantazhon, u shpreh ndër të tjera Kolliçi. Kujtojmë se në 8 korrik është caktuar seanca në gjykatën e lartë për shqyrtimin e rekursit të Erion Veliajt, I cili kërkon lirinë.